Dita, sot do t'ju flas për një argument shumë serioz, mjaft të rëndësishëm ndaj më ndiqni me kujdes deri në fund. Janë nga ato informacionet që nuk vjen kush që t'ja u thot, sepse askujt nuk i intereson që ju t'jeni mirë. Dëgjojeni me kujdes deri në fund, jam i bindur që do t'ju interesoj shumë, ndaj në fund do të dëshiroja një komentin tuaj. Hipnoza, a ekziston për ju? Pra, ekziston ai statusi për të hipnotizuar dikë? Apo ju mendoni që janë vetëm pralla, ose janë vetëm show biznesi? Ju çfarë mendimi keni? Dhe tjetra, autohipnoza, a mund të bëj mirë për shëndetin ton dhe a mundet ne, pra vetë ne, të jemi në gjendje që të bëjmë një autohipnoz? Dëgjojeni me kujdes. Si gjithmonë, kush është rastisht nëse nuk e ka brende, bëjni like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për bashkë. Atëre, duhet të dini që hipnoza përdoret që prej kohërave antike. Ne njohim duke filluar nga shamanët, sepse aty pam që shamanët në momenti që bënin hipnoza për të vendosur në një status hipnotik, pra një njeri që ta shëronin, aty kuptuam që kishte një dobi, por nuk e dinim ende se përse. Dhe në vitin 1770, një psikolog gjerman, një tip i quajtur Franz Mesmer, e vendosi këtë, pra praktikën e hipnozës siç e njohim sot. Pra këtë hipnozë që shumë njerëz keni parë dhe nëpër video, që disa hipnotizojnë dhe padyshim shumë prej jush nuk i besojnë, por dëgjojeni deri në fund. E përsëris, është për të mirën tuaj, dëgjojeni me kujdes. Madje do dëshiroja që ta shkarkoni këtë video sepse do t'ju duhet ndërkohë, pra pas disa kohësh. Charles Muses ishte ai që zbuloi në vitin 1172 një hieroglif të Ramsesit, pra një hieroglif 3000 vjeçar, ku aty tregon në këtë hieroglif se si vendosnin trurin e njeriut në atë kohë, 3000 vite më parë, në një status, le të themi, inkoshent, pra jo i ndërgjegjshëm. Sepse disa që këta sacerdotët, si quhen, këta priftërinjtë e atërshëm, që kishin diturin, sepse ata e kishin diturin, i vendosnin njerëzit në një status, ndonjëherë kur kishin disa detyra, në një status që të pakuptueshëm. Pra, të pakuptueshëm për ata që gjendeshin në hipnozë. Më ndiqni me kujdes, sepse duhet filluar që nga gjeneza. Pra 3000 vite më parë bënin këtë, por edhe në papirusin Herbus të vitit 1500 para erëson, janë gjetur disa shkrime. Shkrime ku thuhet që e ka gjetur një tip i quajtur ky Mauses, Charles Mauses. Gjeti këtë papirusin ku shkruhet në mënyrë të qartë se si vendosnin trurin e njeriut, pra se si e hipnotizonin njeriu në atë kohë. Po flasim 1500 vite më parë ose 3000 vite më parë. Tani, ne nga vitet 1770 ne filluam që ta praktikonim, pra si hipnozë me fjalë për të ndihmuar njerëzit, sepse e morëm nga shamanët, por nga viti 1923, një farmacist francez, që nuk më vjen emri tani, por nuk më vjen emri, këtij farmacistit francez, ishte në vitin 1923, ky zotëria, Emile Curie, një gjë e tillë, Emile Curie, bëri atë që se kishte bërë kush, që të ndihmonte njerëzit se si të auto-hipnotizoheshin. E dini se çfarë do thotë kjo? Tani po ja u tregoj. Të dashur miq, shok, vëllezër, motra, kushurinj kudo që t'jeni. Këto që po ju them unë, jo sepse di gjithçka, absolutisht jo. Unë vetëm ngacmoj mendimin tuaj ndez shkëndijën, por këto nuk vjen kush që t'ja u thot. Pse? Sepse njerëzimi është i hipnotizuar nga lobet të ndryshme dhe nuk kanë dëshirë që mendja jote të zgjohet. Dhe ky zotëria, ky Curie, dëshironte që njeriu vetë të auto-hipnotizohesh dhe dëgjoni benefitet që ka auto-hipnoza. Sepse nuk është vetëm mënyra e hipnotizuarit. Shiko, në vitin 1998, një tip i quajtur rus, një
psikolog rus, i quajtur Anatoli Kashpirovski, bëri një test në televizor. Ai kishte vite që bënte program televiziv për sa i përket hipnozës dhe njëkohësisht edhe statusit mendjes së njeriut. Ishin teste që bënin atëherë, në atë kohë. Mbajni mend që përpara ishte Bashkimi Sovjetik, si quhej. Dhe ky zotëria në live, në televizor, hipnotizoi miliona njerëz. Po, hipnotizoi miliona njerëz nga televizori, duke u folur. Por e ndaluan më njëherë pas 2 ditësh që mos të bënte asnjë program më televiziv. Sot është ai është 89 vjeç, 86 vjeç një gjë e tillë, dhe ai çatëherë nuk ka bërë më programe televiziv të këtij lloji. Pse? Sepse ai nuk ishte aty. Në momenti që bëri hipnozën, shumë prej njerëzve kishin probleme. Pra psuan disa probleme shok mendor, sepse nuk ishte njeriu që i hipnotizoi që jo ringjallte, si mund thuash, që ti ngacmonte mendimin sërish, sepse ai tashmë ishte i hipnotizuar, gjendej aty në shtratin e tij, apo ndoshta në divan, apo ndoshta në punë ku gjendej, dhe statusi i tij emotiv ndryshoi, nga një moment ndryshoi. Dëgjojeni me kujdes, sepse këtu dua të dal në fund. Pra, në një moment që ai hipnotizoi të gjithë në televizor, po e flas edhe një herë, me miliona njerëz, disa prej tyre patën probleme. Dhe këto probleme ai nuk mund t'i zgjidhte duke qenë në televizor. Dhe kështu që pas 2 ditësh e ndaluan që mos bënte më programe të tilla. Tani, çfarë ndodh me trurin e njeriut kur bëhet hipnoz? Dëgjojeni me kujdes. Është e vetmja mënyrë që ti mund të ndryshosh statusin mendor, pra psiqik, njëkohësisht edhe fizik të njeriut. Nuk ekziston asnjë formë tjetër, pra për sa i përket mendjes po flasë. Pra në momentin e hipnozës, një hipnotizues që ju ndoshta thash keni parë shumë dhe mendoni që ato janë falso, ka shumë që janë falso, sepse pothuajse lexova që janë parafërsisht mbi ata të rregullit janë rreth 17-18%, me sa kuptova, dhe pjesa dërmuese janë sharlatan. Dhe e bëjnë për besimet fetare, e bëjnë për gjëra të tjera. Nuk më intereson kjo, por më intereson e vërteta, sepse tashmë e vërteta po mundohet që të mbulohet. E vërteta është ajo që do t'ju them tani. Nuk është se është e vërteta sublime, por është mjaft e rëndësishme dhe dëgjojeni. Nuk jam askushi, unë thjesht studioj, jam hulumtues dhe ato çka unë di i them, ndoshta nuk janë perfekte, ndoshta nuk janë perfekte, por mundohem që të jenë sa më të detajuara. Pra, çfarë bën momentin që hipnotizohet njeriu? Ndryshon statusin mendor. Janë disa vibrime që ndodhin në trurin e njeriut që e ndryshon këtë statusin. Tani do t'ju them ajkën, pra gjën kryesore, që është ajo që thash që nuk do t'ja u thot kush. Në momentin e tranzitor, pra të mendjes, në momentin që hipnotizohet njeriu, hipnotizohet në bazë të atyre fjalëve dhe në bazë të atij statusit, në bazë të asaj gjendje që gjendet aty. Për shembull, nëse është në një sallë të besimeve fetare, ai mendimi i tij është aty, tek Zoti, tek njeriu, tek ose të shëroj dikë që është, ose të shëroj edhe vetveten, etj. Dhe të gjitha këto janë status që e ndryshojnë mendimin e tij. Pra, në atë moment ndryshohet frekuenca në trurin e atij njeriu. Me dashje apo pa dashje ndodh. Ka thash nga ata që janë sharlatan, që e bëjnë edhe kështu kot më kot, pra nga këta hipnotizuesit, por njeriu i vërtet i ndryshon statusi. Kjo është e vërteta. Pra, njeriut i ndryshon statusi, ndryshon vetvetja. Tani, disa e bëjnë për, me fjalë pjesa dërmuese e bëjnë për parat e tyre, për xhepat, për çfarë të duash ti. Pak na intereson kjo, ose për të mbledhur njerëz në atë besim apo në gjëra tjera. Por ajo që është më e rëndësishme, siç ju thash, që ndryshon statusin. Tani, duhet jeni ju që të ndryshoni statusin e mendor tuaj sipas dëshirave të tuaja. Dhe cila është forma? E vetmja është autohipnozë. Çfarë është autohipnoza? Autohipnoza u bë për herë të parë nga ky francezi që u thash, Curie, dhe Emile Curie, dhe në vitin 1923, dhe ky zotëria
kuptoj që me anë të autohipnozës mund të shërohesh, mund të kesh benefite të ndryshme dhe mund të arrish objektivat e tu. E dëgjuat mirë, mund të arrish objektivin tënd me anë të autohipnozës. Atë thash më në fillim, se këtu e hapa bisedën, që nuk do t'ja u thot kush. Sepse askush nuk vjen atje që t'ju thot bëuni të mirë, bëuni të zgjuar, zgjoni që mos ju pushtoj më dhe mos ju kontrolloj më. Ata që kontrollojnë nuk duan që ti të zgjohesh. Po e them me plot gojën këtë, më falni, por kjo është e drejt për drejt sepse dua që të kuptoni mirë efikasitetin dhe rëndësinë që ka autohipnoza. Atëre, dua të nënvizoj dhe diçka tepër të rëndësishme. Unë kam qenë pjesë si iluzionist, pra si artist, por nuk kam ushtruar asnjëherë hipnozën, por e kam ushtruar në vetvete, pra autohipnozën në vetvete. Dhe kjo është tepër e rëndësishme sepse të bësh autohipnozë, si për shembull kjo zonja këtu, të bësh autohipnozë është tepër e rëndësishme, sepse në radhë të parë njëherë freskon memorien, pra reflekton dhe freskon memorien në atë periudhë ku gjendesh ti. Madje ata që kanë strese dhe probleme, çdo gjë është akoma më mirë. Dhe do t'ju them teknikat se si, është e thjeshtë. Dëgjojeni me kujdes. Dhe po thoshja, autohipnoza ka rëndësinë e vet sepse ti i di pikat kryesore të mendjes tënde dhe objektivin tënd. Pra në ndërgjegjen tënde ti e di se ku do të shkosh. Ai tjetri e shikon në këndvështrimin e tij. Pra qoftë besimeve fetare, qoftë grupeve që kërkon të mbledh njerëz etj. Kurse ti e shikon në këndvështrimin tënd. Dhe në këtë rast është dy fish më i rëndësishëm se sa një hipnozë që mund të bëj dikush. Tani, si mund të praktikosh autohipnozën? Gjëja e parë që është e rëndësishme, duhet të jesh i qetë, në një vend të qetë. Jo të ngasësh makinën, jo të ecësh në këmbë apo këtë diun. Pra duhet të jesh i qetë, në një vend të qetë. Kryesisht kush e bën këtë përpara se të flej gjumë, sepse është momenti më delikat dhe më i rëndësishëm sepse është çdo gjë e qetë dhe ti je aty vetëm me mendjen tënde, me askën tjetër. Dhe ky është momenti që ti të qetësohesh, të bësh një relaksim dhe gjëja e parë vetëm të relaksohesh, sepse kjo është gjëja kryesore, dhe të fokusohesh në objektivin tënd. Kush është objektivi yt? Do të bësh një punë, jo të thuash që të bëhem i pasur. I pasur nuk bëhesh nëse ti nuk punon për një objektiv. Nuk është se parat zbresin nga qielli, bien nga qielli dhe ti i mbledh dhe ikën. Jo, ti duhet të kesh një objektiv. Pra secili duhet të ketë një objektiv. Për shembull, ndaj po ja u thosh, do t'ja u tregoj. Kisha vendosur mos ta thoj sepse duket si vetmurrje. Isha në një fshat të vogël dhe e dini shumë mirë. Kam lindur në një fshat dhe të gjithë e dinë si Llakatund, por nuk ishte Llakatund, ishte Mekat. Pra drithasi një fshat akoma më i vogël, me jo më shumë se 100 banor. Dhe aty ishte tepër e vështirë jeta. Merreni me mend se nga aty unë duhet shkoja në ferm, pra në Llakatund, që të ingranohesha me shokët dhe miq dhe pastaj të shkoja në qytet në Vlorë që isha akoma në një situatë akoma më komplekse për një nga fshati. Mirë po unë që kur isha i ri, pa e ditur që bëja autohipnozë. Unë nuk e dija këtë sepse këtu doja të dilja. Unë bindja veten time se me fjalë përpara se të flija gjumë, bindja veten time se thosha unë i arri. Dhe përqendrohesha tek objektivi dhe shikoja me anë të mendjes se si do të ecja për të arritur tek objektivi pa ofenduar kënd, pa sharr dikë, pa anashkaluar disa brigje ose disa ura që janë tepër të rëndësishme. Pra këto ishin piksynimet e mia. Dhe dal nga dal arrita që të shkoj në qytet të bëj spektakle, pastaj në televizionin kombëtar apo ku ta di unë. Dhe të njëjtën gjë bëra edhe në Greqi, të njëjtën gjë bëra edhe në Itali. Por në Itali ishte krejt ndryshe sepse forma mentis këtu duke matur veten me një grup iluzionistësh që ishin shumë më përpara se unë duhet isha i aftë që të arrija objektivin pa e kuptuar, unë shkova më tej atyre. Po pse kjo? Sepse ishte gjëja e parë ishte objektivi, e dyta ishte puna. Puna që unë fokusohesha duhet të bëj këtë që të arrij atje. Dhe për shembull,
çfarë bëjnë të tjerët, po i them një rast, unë po marr tani si shembull këtë sepse s'kam këtë marr tjetër si shembull. Për shembull, thosha çfarë bëjnë këta? 3 iluzionistë më të mëdhenj, kush janë? 1, 2, 3. Silvan, Binarelli edhe Logan. Të tërë këta, çfarë bëjnë? Bëjnë këtë dhe këtë. Atëherë unë duhet bëj diçka në mes, me fjalë tjetër, diçka që mos t'i ngjasoj asnjërit as tjetrit dhe të kem një veshje ndryshe nga të tjerët. Pra, pikësynimi im ishte kjo. Dhe unë mundohesha që të ecja në atë drejtim, por të punoja që të arri atje, sepse pa punë nuk bëhet asgjë. Dhe kështu që arrita. Pa e kuptuar, shkoja në Rai, në Mediaset e tjerë. Dhe ky ishte thelbi, për sa më përket mua personalisht, pra që unë bazohesha tek objektivi, por puna që të arrish tek objektivi. Pra, ajo çka do gurët, shkallët, si mund të quhen, dal nga dal që ti të arrish tek objektivi. Pra, autohipnoza, në radhë të parë, është pikësynimi, pra mos të fokusohesh tek puna që ti ke për të bërë. Çdo gjë që ke në mendjen tënde. Por, e përsëris edhe një herë, shtrihesh, pra sot e di më të qartë, po ti isha me këto mendje që jam sot, si thot në njëri i vjetër, thot që ku kisha mendur atëre. Po normal është sepse secili duhet bëj eksperiencën e vet. Ndaj jemi këtu, ndaj unë jam këtu që ato eksperiencia që kam bërë, ti ndaj me ju që së bashku secilin mund ta ndihmoj. Pra, po ti dija këto që unë të shtrihesha përpara se të flija gjumë, të shtrihesha dhe të mendoja në mënyrë pozitive, në radhë të parë njëherë objektivin. Pastaj të gjitha ato shkallët, si mund të quhen, ose se ku mund të arrish tek objektivi, dhe të gjitha këto duke menduar në mënyrë pozitive, ti nesër, pas nesër, duke bërë këtë çdo ditë, e kultivon mendimin. Janë frekuenca. Ti kultivon jo vetëm mendimin tënd, por edhe mendimin kolektiv. Sepse nga i moment ti je i bindur që do shkosh atje. Ti e ndryshon çdo qelizë të trurit tënd nga i moment që ti vendos që të shkosh tek ai objektiv, nëse ti ke vullnet. Pra je i përqendruar që të shkosh në objektivin tënd. Pra, autohipnoza, e përsëris edhe një herë, nuk është ai moment që dikush mendon që ti fle gjumë. Pra, të zë gjumi dhe ti futesh në një moment trans. Po, por ti nuk fle gjumë. Nuk është se ti autohipnotizohesh duke të zënë gjumi ose je i pandërgjegjshëm. Jo. Por është një alteracion, si mund të quhet, një ndryshim i ndërgjegjes tënde në atë moment që ti je i fokusuar për gjatë momentit të autohipnozës për objektivin tënd. Pra për ato objektiv që ti ke, ti je i përqendruar në atë moment, për shembull nuk dëgjon asgjë tjetër. Pra nuk sheh asgjë tjetër, nuk përqendrohesh në asgjë, duhet se s'bën. Të përqendrohesh vetëm tek ai objektiv. Thash, objektivi më i rëndësishëm që ti ke në jetë. Edhe për një dashuri. Por çdo gjë duhet të ketë, si mund të quhet, nuk duhet të ketë atë agresivitetin. Agresivitetin hiqeni nga mendja. Duhet të jetë në mënyrë inteligjente, të vendosur, por inteligjente. Shpresoj të kem qenë i qartë, kush është tu që nga ne, sepse padyshim ka dhe ekspert që njeh informacione më të tepërta, që mund të shtonin këto që ju thash, pres komentet tuaja, padyshim ka mes nesh edhe hipnotizues, sepse disa na kanë shkruar, janë miq tan, disa nga Kosova, dhe një nga Maqedonia mos gaboj, do të dëshiroja që edhe ata të lënë komentin e tyre. Një tjetër e kemi në faqet e tjera aty që na shkruan shpeshherë, jo në YouTube, por do dëshiroja që nëse dëgjojnë këto diskutimet tona, të mund të shkruanin më shumë për sa i përket hipnozës në përgjithësi dhe i autohipnozës që ndihmon në jetën tonë të përditshme. Pres komentet tuaja. Ditë mbarë.